ajo çka ishte në vizion dhe në strategjinë e shkruar është e prekshme me sy, flota e prodhuar në Shqipëri për forcat tona të armatosura, e prodhuar sipas standardeve të NATO-s, e prodhuar nga profesionist shqiptar, sapo ka nisur të vijë në dispozicion të ushtrisë shqiptare. Është një moment i jashtëzakonshëm pasi ndodh të vim, të shohim, të prekim, të përjetojmë rezultatin e një përpjekje shumë gjatë. E një përpjekje që ka nisur në buzë greminës për Shqipërinë dhe për forcat armatosura, të cilat ishin në pikë të hallit, të cilat ishin thjesht dhe vetëm një ushtri që mbajnë këmbë nga pasioni, që mbajnë këmbë nga vullneti, nga dia dhe nga patriotizmi i atyre që qysh në fëmijëri ja kanë kushtuar jetën uniformës së ushtarakut, por që ishin të braktisur në fatin e tyre. Dhe as nuk bëj fjalë që të përfituronim një industri ushtarake, ndërkohë që historitë e tenderave, historitë e ngatërresave të lloj-llojshme, historitë e blerjeve të makinerive laramane ishin historia e përditshme e shtetit shqiptar në të gjitha institucionet dhe për të gjithë sektorët që kanë nevojë për këtë logjistik. Sot jemi dëshmitar se kemi hyrë në një fazë të re. Jemi dëshmitar të një Shqipërie që nuk është vetëm përdoruese e teknologjisë së mbrojtjes, por është edhe projektuese dhe zhvilluese e kapaciteteve teknologjike, të cilat sapo kanë nisur të japin rezultate të para. Jemi këtu fal një strategjie të re, e cila, siç tha dhe ministri, krijoi në radh të parë kompaninë Kajo. Kompania Kajo është një realitet i ri publik me 100% pjesëmarrje të shtetit, e cila është krijuar si epiqendër e të gjitha zhvillimeve të industrisë së re të mbrojtjes, me një parim themelor. Ne nuk jemi të prirur të blejmë nga jashtë asgjë që mund ta prodhojmë këtu. Ne nuk jemi të prirur të mikpresim këtu kompanitë huaja që marrin asetet tona dhe pastaj gjithçka e çojnë jashtë. Ne nuk jemi të prirur që të shohim se si tjerët fitojnë, ndërkohë që shteti shqiptar thjesht vën dispozicion asete dhe thjesht merr disa nga të mirat e kësaj pune, që janë teknologji, punësime të tjera. Por ne duam që çdo kompani që vjen në Shqipëri për të investuar dhe që është e mirëpritur të pranojë shtetin si ortak. Kryeministri nuk di t'i japë makinës, kështu që çelsat do t'i marr dhe do ja dorëzoj direkt shefit shtabit, kështu që